Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga dëshira e madhe që kishte për ta pranuar fen njerëzit e mëdhej, atë shumë donte që ta pranojnë fejen, saqë u angazhu një ditë edhe e çortoi Allahu xhelel xhelalu. Për angazhimit të madh që ai kishte që ta pranojnë fejen të mëdhejt. Tregon Aisha radhiyallahu anha se fjala Allahu xhelel wala abasa wa tawalla, që shpjeguan për Abdullah ibn Ummi Mektumin, ka zbrit kur pejgamberi alayhis salatu wassalam u kanë të fol me babën e Khalid ibn Walidit, El Walid ibn al-Mughira. O kanë të fol, ka thonë pranoj islamin, sa ju kon i madh. Apo në çat kohë ka ardh Ibn Ummi Mektumi. Ai ka thonë ja Rasulullah vetë diçka, ja Rasulullah vetë diçka, edhe sikur për sa më ngushtue, pra lem rahat për momentin. Çka argumenton kjo? Pse për sa më ka dashur me fol shumë me kryetarët, sepse kryetari kur e pranon fejen qetësohen. E çiki El Walid ibn al-Mughira, kush është çiki? Piçiti ka dal Khalid ibn al-Walidi, që musliman një pjesë të madhe të tokave, çka e gëzojnë sebeb qitina, djali qitina. Andaj për mësam i ka pa, e ka ditë që ki burri a i madhë, ka më nam, djemë t'i ka të madhë. Kur ka dal El Walid ibn al-Mughira, ka dal si me ushtri, ka po djemë të mdoj Khalid ibn Walidi dhe zër, tash nuk jemi në Khalid ibn po duhet ka njerë me kalzu, pse për mësam i ka dal në zorë me El Walid ibn al-Mughira ta pranoj e fejen. Khalid ibn Walidi dhe zër, Khalid ibn Walidi, djali vetë që ka pranu fejen, edhe El Walid ibn Walidi, apo atë që i fortë të kanë Khalid ibn Walidi, në kali kur ka hip vëzër, me luftue. Apo njeri është në kali, edhe lufton, pin kali, ult, e kap kalin për domon shalën e vetë. Khalid ibn Walidi, deri në atë deregje ka mërije, me luftue, ka hip në kali në kom. Ka hip në kali në kom, edhe ka luftu pin kali. Apo thonë, o konë, nëse në mundëson Allahu dhe njerë me folë për historinë e Khalid ibn Walidit, apo do ta shohim se çfarë burri u kanë. Andaj pejgamberi ka thonë, kjo shpat Hazar, shpat e Allahut, Hazar e çelt. Apo e baba i këtij, para mendoni po tash baba i këtij. E trimi pitrimit den. Kjo kon trim. E kanë këshilluar arab, thonë çfarë po thumë baba këtë njeri. Çiki ka thonë për pejgamberin sallam, kjo është sirbas. Kjo është sirbas. Sura Mudaththir, sura 74 lexohet në shtëpia, e shef çka ka ndodhur me këtë njeri. Andaj pejgamberi alayhis salam, atë shumë donte ta pranojnë islamin të mëdhejt, saqë angazhohej dënjerë dhe dëni musliman në linë të anash, pse nga lakmia. Andaj nuk është e çortueshme. Nuk është e çortueshme që njeri hoxha, dietari ta ketë synim për shembull ta zojna. Se disa sun pe bajnë për luksi, po na e dojna këtë hoxh të madh, Sayyid Qutbi rahmetullahi alayh. Sayyid Qutbi u kon ministër i arsimit edhe i kulturës në Egjipt. Sayyid Qutb rahmetullahi alayh dhe vllai i tij Muhammed Qutbi, i cili ka qenë prej doktorave në Mekë dhe shumica e doktoraturave që ka mirën prej xhallarëve e kanë pas këtë si kujdestar. Sayyid Qutbi u kanë ministër i arsimit. Edhe e ka njohur gjuhën arabe në kohën e vet mas mirë të piketëve. Ai edhe Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, edhe Al-Munfaluti. To njerëz janë kanë domon Egjipti njihet për dy gjëra, të cilat nuk ja jep dorën kërkujna. Egjipti, Misri. E para Kur'anin, tajvid, s'ja jep dorën kërkujna. Husari, Minshawi, këta e lexojnë Kur'anin si nuk e lexon kurkush. Apo dhe kush mirët me Kur'an e din se pika buron tajvidi i fortë. Edhe e dyta gjuha arabe. Ata e njohin gjuhën arabe të kulluar. Ata e njohin gjuhën, domon andër e shohin gjuhën arabe. Apo e si të Qutbi ka ditë gjuhën. E tash Egjipti vëllezër i ka në atë kohë, domethënë, ndoshta ka mujt me pas më pak, sot i ka Egjipti 100 milion njerëz. Vetëm Kairo i ka 30 milion. Këto musliman deklarohen, 96-7% me një pakicë tjetër, këto janë musliman. Apo e mirë, a janë këto musliman këto si Sayyid Qutbi, si Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i? Jo, se kur e pranon Sayyid Qutbi fejen e Zotit xhelalu ala, ai ka lapsin. Apo andaj ai një libër, 2 libër, 3 libra i ka shkruajt, këtë dunjën e ka çupesh. Pse? Se ndryshe kur e pranon i Zoti i lapsit. Pejgamberi sa kishte çefse të Zotit e lapsit, të Zotit e gojës ta pranojnë fejen. Andaj ditë për ditëve kishte çefse ta pranoje fejen Suhejl ibn Amri. Pse? Ishte orator, kur folte njerëzit thonë, "U kri, ti ç'ish po thua?" Andaj i tha Suhejlit, "O Suhejl,
shpresoj që Allahu me të vendosë një pozitë ku kemi mbrojt fejnë Allahu te bareke ve teala. Shiko, sinon dhe që ta pranojnë fejen. Andaj si të kutbe kur e pranojnë Islamin dhe të shabani. E shujti fi dhilalil Kur'an, në nëhijen e Kur'anit. Apo, o gjallar, djetar, e dojnë. A i shka ma interesant? A di shka ma interesant? E dëgjojshë një hoqë, tha, itë se du, tha këtë hoqëune. Nuk e du, tha se itë kutbe, se ashtu kështu, apo? Disave si ja u banë lukëthi. O dhe këtë o gjallar nuk banë njësoj, haron e këta. Në Saudi jetohet ndryshe, në Egjip jetohet ndryshe, në Turqi jetohet ndryshe, në Ballkan jetohet ndryshe. Po mu mundu mi gjithë përbashkë këta, një kible, një Kur'an, një hadith. E tash me dhejbët janë ndryshme, apo? Po musliman nuk duhet me shku me gjithë ato pikat që janë daluse me thonë, që? Jo, mundoju të përbashkë këta, mundoju të përbashkë këta. E, që thonë të kjo është? Tha, këshire hisë ma banë, tha. Ama tha gjuhën arabe e njef mirë. Kur ta shpjegoj ajetin, tha të knaqët veshi që shfol. Apo të knaqët veshi që shfol. E ky njeri edhe i ngjashëm me këta. Apo a është njësoj sikur kur pranon Islamin, njëri që s'di? Jo. A është njësoj Sheikhul Islam Ibn Taymiyah? Ahmed Ibn Taymiyah kur e ka pranuar fejen Allahu xhelalu ala dhe ka lind nga fisi i madh, nuk ka njësoj. Pse? O koni hoj e ka pasur emrin Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid. E Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, shikoni i thon Sheikhul Islam. A di çfarë do të thonë Sheikhul Islam? Hoxha i Islamit. Hoxha i Islamit. Ka ndruar jetë në vitin 728 të Hijrit, në shekullin 8 të Hijrit. Edhe çiki Ibn Daqiq al-Eid u kon një ndër xhallar më të mëdhenj barabar me Ibn Taymiyah. Po kis ka pas shef shumë me fol. U kon i qet. Edhe vin do i thon Ibn Taymiyah thot ku shove Ibn Taymiyah? Hajde ta vizitoj. Shkon e viziton. Ky u kon, domthon, nga se i vlefshme e njëft vlefshme. Edhe thot Imam Dhahabiu, si ta njohë ignoranti hoxhën. Si ta di njëri që s'di, si ta di sa di hoxha. Çonë me vetash. Çish e di ti e Buhurera sa ilm ka? Çish e di? Mas pak ti dush me ditë një 500 hadithe për mend që me ditë sa i ka ditë 5000. Çish e di ti se Ibn Taymiyah ka shumë ilm? Sunesh me ditë pas se ja e lexon ata. E ki Ibn Daqiq al-Eid dha ku shobe ky njeri? Kur shkoi e pa ishte shumë më i ri, kishte më plak. Edhe tha, ato normale e ngritën muhabetin me njerënat nivelin më të lartë, apo? Nuk janë nisë me thonë çka, mas nalet ku ngatrohen njerëzit e mëlloj. Edhe aja nisi Ibn Taymiyah të i fol. I hinje, dule, ka hinje, ka s'dul. Edhe ky vesh pe këshyr. Tha, vallahi, unë tha pi vogël mirë me ilm. Pi babe babgjishe në konë me ilm. Ibn Daqiq al-Eid. Çka tha? Apo unë s'pas ta besu, s'kam menu se Allahu e qëtë ndunjani se që si njeri. S'kam besu. Sa libra i ka shkujt vëzër kë njeri? 600 libra. 600. Apo 600 libra, ta zën një dhomë komplet. Ky veç vet i ka shkujt. Sot vëzër Ibn Taymiyah studiohet të shkijet në Oxford. Ka, do më njerëzit marrin doktoratura, magistratura, banë akademika, edhe në funit shka i shkujt? Thot, jam të studiu hoxhën e muslimanëve Ibn Taymiyah. Apo e të tjerë për ulemave. Andaj pranimi i Islamin nga njerëzit autoritativ me ndikim nuk ka njësoj. Edhe te na nuk duhet më ka njësoj. Na kena më njësoj. E njëri thot, na ketë vllazni jena, na ketë na vllazni, po se na njësoj. Ata na ketë na vllazni në Islam, po se na njësoj. Ti Ibn Taymiyah se ki dozme, se ki rujt delat me ta. E po Hanifën se kiti, ki imami, apo a njëri thot, spajtona unë me atë. Shumë kish pas gabuaj hoxho. Ky thot ati shumë kish pas gabuaj. Shtur po. O turp me thonë për këto imama kish gabuaj. Apo ti mundesh me thonë unë e ndjeki çet me dhëb, çet me dhëb, s'është problem ajo. Ama thuaj kish pas gabuaj. Ai ti thot, a vetë ja kish hus shumë mesela ai, s'kish pas ditë. Ai ti thot, ruje gjuhën tënde. Del Allahu xhelalu u përpara thot, merr në vesh tash. Ati i shkojnë me miliarda njerëz pas me dhëb. E ti kush ka ardhur për mas? Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam i trajton njerëzit kështu.